Pyetje. Nuk ju marr vesh juve si mund ta bëni njeriu në Zot. Jezusi nuk mund të jetë Zot. Po të tregoj një histori në fakt që me siguri do të bëj ta ndryshosh mendjen. Pasi Jezusi ushqeu 5.000 njerëz dhe me vetëm 5 bukë dhe 2 peshq, ai dërgon dishepujt me varg për te detin. Por vet nuk hipën në varg, por si do ta kalonte detin? Ai ecën mbi ujë. Po pse? Dëgjoj këtë në fakt, sepse në dhjetën e vjetër thuhet vetëm Zoti ecën mbi dallgët. Jobi 9:8. Pra Jezusi po thoshte, unë jam Zoti. Kur dishepujt e pan duke ecur mbi ujë, trembën dhe menduan mos ishte ndonjë fantazm. Por Jezusi u tha, mos keni frikë. Unë jam. Por unë jam është emri i Perëndis. Kur Mojsiu e pyeti Perëndin për emrin, Perëndia ju përgjigj, unë jam. Në vetëm një histori, në fakt Jezusi e barazon veten 2 herë me Perëndin, 2 herë. Çfarë tjetër të duhet në fakt për të mbushur mendjen që Jezusi e barazoi veten me Zotin. Nuk e barazum ne të krishterët Jezusin me Zotin. Ishte ai vetë që tha unë jam Zoti. Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.